Sot do të përgatisim një sapun që ta marrim me vete, sapun letre, një truk i veçantë. Ato këshillat praktike që janë kështu shumë të nevojshme edhe pse mendojmë që nuk na duhen, edhe lindi ideja e sapunit ta marrim me vete. Duke patur fëmijë, kur udhëtojmë ose edhe në shkollë. Atëherë thjesht na duhet një kartë pecet dhe sapuni që ne përdorim në shtëpi. Do hedhim pak. Një letër që duhet të jetë pak e fortë. Një letër guzhine. Dhe këtë, siç është kështu tani, thjesht po e demonstrojmë, e aplikojmë te letra e guzhinës. Edhe e lëm të thahet. Tjetër që ne e njohëm me sapun, e lëm të fahet. Hedhim pak. E do të lëshoj, u shkumëzuan tani mund të më afroni kamerën, sepse jo dhe tamam sa shduhet ujë, se do jemi pa dyshim që do jemi në një çezëm, ideale për ekskursion edhe për piknik, se duhet ta theksojmë këtë pjesën, kur ne nuk kemi mundësi ose mund të marrim dhe letra të lagura, por kjo ishte një ide për më gjërë, për më mirë. Kjo është e sa tani, nuk është se të pengon në çantë ose më lag çantën ose gjëra të tilla.